këto nuk kanë as bindje, as koncepte, as filozofi, këto shkojnë nga tjetë interesi dhe po klyen me një tjetër në klyen betejnë e Shqupit për të marrë mandatin e deputetit, sepse këta nuk mund të jetojnë pa mandat deputetit se nuk kanë bona i punë tjetër një jetë. Unë nuk kam dakord me ty. E di pse nuk kam dakord me ty. Pabesueshëm, je njërës pa kolonë vertebrale dhe janë njërës që i shërbejnë beot, janë sklepër dhe palaqot ashtu dalin në media dhe politikë. Nuk jam dakord me ty për të koncept. Dëgjoj se nuk jam dakord. Ore, a ka shku kjo partitë? Do replika apo s'do? Nuk jam dakord me ty sepse Berisha, nëse do të fitojë zgjedhjet, duhet të zgjedhë në listën. Pa një sekondë, duhet të zgjedhë në listën e deputetëve ata të cilët te primaret kanë dalë më të pëlqyerit. Pra këtu vjen, po dëgjoj për deri në fund, tu vjen pikpyetje një gjë më e madhe. Taj doktori do të ketë një parti kështjell të vetën, apo do ata të cilët shqiptarët i parapërqejnë. Ti ke doktor Ali Mehmetin, që do ta votoj edhe unë. Prit. Ka më shumë bukur, tash ai do t'i hikin votat në Tiranë nga Ali Mehmeti, nga Jorita Tabaku. Edhe mund t'i vinë për shkak se ata janë listë hapur. Kjo parti është rrudhë më Arturi. Apo vjen rrudhë, ai e di që nuk fiton zgjedhjet dhe do të bëj këtë kështjellën për të mbrojtur familjen e veten e vet. Kjo është analizë, nuk jam dakord, por kjo është një analizë. Po, meçë ju ka për dy momente. Momenti i parë është puthja e Judës dhe në filozofi dhe në metaforë puthja e Judës thuhet, në vend që thuash tradhtar, thua puthja e Judës në mënyrë më intelektuale. Pra praktikisht jemi në habitatin e një tradhtari dhe kur thot puthja e Judës do thot tradhtar. Sa kjo është fabula e puthjes së Judës. Ju keni vënë shprehjen atje hakmarrje e Berishës tradhtarët jashtë. Nëse nuk do ishte shprehja puthje Judës, unë tradhtarët do filloja ta kontestoja, do thoja nuk është për tradhtar në këtë rast, dhe nuk është jashtë, dhe nuk është hakmarrje. Hakmarrje kemi vënë fojza, po ata dikur e tradhtuan Berishën, pastaj shkuan ulën kokën dhe i puthën dorën. E po ai nuk dëshiron më kështu skenari. Unë kam denoncuar këtë si analist. Po pse me Gazbardhi, me se po na luni mend, edhe me tjerë janë. Pse shijoka me këto? Pse ato i bënë? Në qoftë se shprehjen që keni vënë nuk do ta certifikonte Saliu me shprehjen e puthjes të Judës, u do filloj oponencë. Nuk e bëj dot sepse e ka certifikuar Saliu.